Shkolla më e madhe profesionale në Durrës Beqirçela hapi sot dyert e saj, ndërkohë që disa prej projekteve dhe punimeve më të mira të realizuara nga nxënësit në orën e praktikës ishin ekspozuar në oborrin e institucionit arsimor. Për nxënësit e 5 degëve që ofron kjo shkollë, ndjekja e arsimit profesional është zgjedhja më e mirë që kanë bërë për të integruar në të ardhmen sa më lehtë në tregun e punës dhe për të zotëruar një zanat aq shumë të kërkuar në ditët e sotme. Zgjodha arsimin profesional pasi është një hap më i mirë për jetën time në të ardhmen, pasi shumë gjëra jo po i zëvendëson AI ose gjëra tjera, ndërsa profesioni është diçka e cila nuk mund të zëvendësohet nga asgjë dhe ka punë kurdo dhe kudo që mund të shkoj. Jam shumë e kënaqur nga gjithçka dhe nuk pendohem që kam zgjedhur këtë gjë. Ti çfarë studion? Informatikën. Bëjmë shumë praktika dhe shoh veten shumë mirë tek pjesa e informatikës, tek editimi, tek kodimi, këtë gjitha. E njohur si një nga shkollat më të mira profesionale në shkallë vendi, Beqirçela synon të kthehet së shpejti në një kampus të arsimit profesional. Për drejtorin e saj Fatmir Mërkuri, kjo ditë e hapur është një mundësi më shumë për të forcuar lidhjet me bizneset dhe sipërmarrjet që operojnë në Durrës, të cilat në të ardhmen do të plotësojnë stafet e tyre, pikërisht me këta nxënës. Përveç panajirit të aftësive që ne zhvillojmë sot të dyerve të hapura, shkolla ka dhe 2 aktivitete të tjera të integruara brenda këtij aktivitetit madh, siç është dita e vajzave, si dhe po brenda kësaj dite ne jemi duke zhvilluar një takim shumë të rëndësishëm për sa i përket bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të partneritetit të shkollës me bizneset dhe me pushtetin qendror dhe lokal. Aktualisht nga gjurmimi që ne kemi bërë për nxënësit që kanë mbaruar vitin e kaluar, janë 77% punësueshmëria e këtyre nxënësve që përfundojnë studimet në shkollën profesionale Beqirçela. Në kohën kur tregu i punës po vuan për punonjës profesionist, shkollat profesionale janë një nga furnisuesit kryesor për industrinë vendase. Ka qenë një bashkëpunim afatgjatë dhe ne shpresojmë dhe jemi të sigurt që do jetë akoma më afatgjatë dhe akoma më i ngushtë, pasi shkolla Beqirçela është një nga shkollat e rralla që jo vetëm ka fokus të saj të japë një uritë teorike nxënësve të tyre, por dhe të inspirojë ata në zhvillim të mëtejshëm, në inovacion dhe ky panajir e tregon më së miri fokusin dhe vizionin e shkollës, që është dhe një nga është dhe fokusi i biznesit tonë dhe që normalisht duhet jetë i çdo biznesi. Vitet e fundit, gjithnjë e më shumë nxënëse po zgjedhin të studiojnë në këtë shkollë profesionale dhe pikërisht në funksion të kësaj po zhvillohej sot edhe projekti Dita e Vajzave.